Ne po flasim qysh qeveria 5 vitet e fundit nuk e ka pasur parasysh këtë dimenzionin social të normës ligjore në asnjë format, as dimenzionin ekonomik të normës ligjore dhe kushtetuese. Edhe kjo pasaj ka pasur pasoja, përmenduj miri, Këshilli Ekonomik Social me ligjin e mëhershëm, vendos me 2/3 për nivelin e pagës minimale, në fakt konsenzusi me zër, në kuptimin që qeveria ta ketë parasysh, po edhe utat ekonomike dhe sindikatat një diskutim jo vetëm formal, po me 2/3 konsenzus me shumicë të kualifikuar. Po kjo ndërroi me ligjin për pagën minimale, që fatkeqësisht gjykata kushtetuese nuk erxoi, se konsideroi që nuk është çështje kushtetuese, jo pse ligji është i mirë, po pse nuk është çështje kushtetuese kjo çështje, dhe u ndryshu në atë mënyrë që Këshilli Ekonomik Social me pas vetëm formalitet diskutimin, sepse në rast se nuk ka vendim prej Këshillit Ekonomik Social, atëherë qeveria të vendos vetë pas propozimit nga ministria, atër s'ka nevojë fare të ketë diskutim, se në asnjë rrethon nuk do të mund të sillet një vendim me diskutim publik që mund të shpihet te një pagë minimale ose te një pagë e denjë, sepse ashtu kështu pagën që ka propozuar qeveria në vitin 350 është pagë që e ka ndjek biznesi, pagë që e ka ndjek, siç e tha edhe Ymiri, pagë që biznesi e ka sjell ato, qeveria i ka pasur të dhënat e administratës tatimore të Kosovës, në ndërkohë ato e ka prodhuar në një vendim, i cili nuk është një vendim që ka mi afektu, si me thonë, dikush që nëse kanë qenë 100.000 të punësuar nga 150 euro, rrjedhimisht 350 euro është rritë rroga, edhe kjo kish me i afektu qindra mira punëtor të Kosovës. Dhe në vitin kur u rrit, në vitin 2023 paga 350 euro, ne patëm thonë që ky vendim mund të atakohet në gjykatë për arsye edhe të mungesës së diskutimeve formale, për arsye se nuk pat Këshill Ekonomik Social. Por atëherë nuk u bë padia, edhe dje heq më larg kryeministri në detyrë që nuk i mori votat për kryeministër për 4 vitet e ardhshme, tha që do të bëhet paga minimale 350 deri në 500 euro. Po prapë sërish duke shkelur ligjin për Këshillin Ekonomik Social, ku atë thuhet do të ketë konsultime publike dhe konsultime me dialog social. Të përmendëm një fakt, Gjykata Supreme ka rrëzu rregulloren për zgjedhjen e kryetarit të KPM-s, për shkak që me ligj obligohet me pas konsultime publike. Dhe ky nivel i rritjes së pagës minimale, po nëse do të bëhej, si KD, prap edhe me shoqatën sindikale, do të drejtohem edhe avokatit të popullit, edhe ai është palë në interes publik që mund të ngres padi, po edhe odat ekonomike, cilat mund të jenë palë në Këshillin Ekonomik Social, që të ndihmojnë përmes janë respondim juridike falas, që të ngrisim një padi në rast se edhe një qeveri tjetër, nëse nuk është as e lëvizjes vendosur, po e dikujt tjetër, nëse nuk e respekton ligjin, atëherë të ngritim padi. Po pavarësisht kësaj, edhe një gjë betim, ne kemi me kërku nga një qeveri jashtme që prapë me kthy vendimare në kes. Jo vendimare formale, e cila mund të jetë diskutim një orë, 2 orë, nuk ka vendim për rritjen e pagës minimale, rrjedhimisht shkon ministri atje dhe e propozon. Nuk mund të ndodhë kjo në asnjë vend të Përveç kësaj se si është vendosur paga minimale në kundërshtim me ligjin, një problem tjetër janë edhe kontratat kolektive, pra që garantojnë disa të drejta për punëtorët. Ato kontrata nuk janë vazhduar fakt nga kjo qeveri aktuale dhe është kriju edhe një pabarazin mes të punëtorëve. Na kemi diskutuar edhe me sindikatën e bashkuar. Kemi qenë vitin i kaluar në 7 rajonet të Kosovës. Pikrisht edhe kemi diskutuar për kontratën kolektive, kemi diskutuar edhe me BSBK-n, me Federatën e Shëndetësisë, me sindikatën e administratës publike për mungesën e këtyre kontratave kolektive, për të cilat qeverit e kaluara në një mos të mirë ose të zbet, ato se paku kanë nënshkru disa marrëveshje të kontratave kolektive, përmes të cilave një pjesë e madhe e punëtorëve në sektorin publik kanë gëzu disa benefite që me ligjin e punës nuk i kanë gëzu. Por, fatkeqësisht, qeveria përmes njoftimeve me shkrim, Ministria e Arsimit dhe Ministria e Shëndetësisë i ka shkëput këtë kontrata, pavarësisht siç e kemi thonë dje edhe me Ymerin që
njoftimi nuk konsiderohet që është vendim për shkëputje, sepse ajo vetëm një njoftim dhe në këtë drejtim aktualisht janë me qindra mira punëtorë në sektorin publik, veçanërisht tek sindikata e arsimit edhe tek sindikatat e tjera që humbasin të drejtat të zgjeruara nga marrëdhënia e punës për shkak të mungesës së kontratave kolektive. Ta zëm, nëse në vitin 2022 ose në vitin 2021 se kanë qenë kontratat kolektive në fuqi, ka gëzu benefite financiare, benefite edhe të tjera, në vitin 2022 nuk i gëzën punëtori që është punësuar ato, sepse gjykata konsideron që nuk ka pasur kontrat kolektive në fuqi, rrjedhimisht nuk ka benefite të cilat duhet me i gëzu. Domethënë, ka një punëtor në vitin 2021 që ka marrë benefitet, edhe këto benefite nuk i ka marrë në mënyrë të vullnetshme nga qeveria, po me vendime prap gjyqësore, por në vitin 2022 e tutje janë me qindra mira punëtorë që nuk i gëzojnë këto benefite në mungesë të kontratës kolektive në fuqi. Dhe gjykatat po e interpretojnë në atë mënyrë që nuk ka kontratë kolektive në fuqi, sipas ligjit të punës ato janë deri në 3 vite, me skadimin e 3 viteve dhe me njoftimin nga Ministria e Arsimit, punëtorëve të arsimit, ata që kanë qenë të punësuar në vitin 2020 i kanë gëzu pagat jubilare, pagat përcjellëse, shujtat, udhëtimin dhe benefitet e tjera, në ndërkohë në vitin 2022 nuk ka benefite për këta punëtorë. Pra, një punëtor në vitin 2022 merr benefite me vendime gjyqësore nga buxheti i Kosovës para, në ndërkohë ky viti 2022 e tutje nuk i gëzon këto benefite. Dhe ky dallim në trajtim për të cilën qeveria herë do kur do duhej që të ishte përgjegjëse. Shohim një trajtim jo të barabartë, po selektiv. Çka nëse nuk ka me pas kontrata kolektive, s'ka vullnet që qeveria me vazhdu ato? Ne konsiderojmë që kontrata është në fuqi, për shkak se kontrata e nënshkruame është pa afat ligjor, pa afat, domethënë është e përhershme dhe ju kanë dhënë mundësinë që njëna palë nënshkruesit kontratës në rast të mendon që duhet me ndryshu diçka ndaj dispozit kontratës me bëni një aneks kontratë. Në krejt shtetet e Bashkimit Evropian kena aneks kontrata. Do të thotë një kontratë që e ka arrit ma përpara s'ki që diskuton mo. Kjo është në bazë të konventave ndërkombëtare të miratura që një diçka arritur nuk mund të bëhet mo. Ne, si zbashk, nuk e kemi dërguar në gjykat kontratën, njoftimin për shkputje të kontratës kolektive, po realisht e ka dërguar Ministria e Shëndetësisë edhe aty në Gjykata. Gjykata nuk e ka shqyrtu, ka thonë për shkak se është njoftim, nuk është vendim. Vendimi nuk është njoftimi, nuk është një diçka që mundet mu shqyrtu, prandeve është e pa vepme. Na mendojmë që me kontrata kolektive e arsimit është në fuqi, edhe vazhdojmë të llogaritëm si të tillë. Në momentin kur një lëndë ka bashkuar gjykatë dhe gjykata bazohet thot në njoftim, mendoj që ka me pas kena me një procedura tjera, kena me ndjek procedura shkalla tjera të ankebesës.